Kjo është lagja në fshatin Debresh, ku ka jetuar 50 vjeçari Nazif Muslia, i cili nga mediat italiane në natën e mbrëmshme u raportua si i dyshuari kryesor për vrasjen e gruas së tij, 50 vjeçares Sajide Muslia, e cila u gjend me shenja dhune e pa jetë në ambientet e banesës së saj në territorin e Anconës në Itali. Debreshi u gdhi sot me një lajm të kopshëm që vjen nga Italia. Një burr nga ky fshat dyshohet se ka vrarë gruan e tij në Itali. Një ekip i Tetova Sot ka vizituar sot lagjen e familjes Musliu në Debresh, ku shtëpia e çiftit qëndronte e mbyllur dhe e pabanuar prej kohësh. Banorët përreth nuk kanë pranuar flasin para kamerave, duke thënë se nuk dëshirojnë të përfshihen në një çështje kaq të ndjeshme si kjo. Por në bisedë jashtë kamerave tregojnë se familja Musliu ka prejardhje nga fshati Lomnic i komunës së Vrapçishtit, prej ku është shpërngulur para 10 vitesh. Por në shtëpinë e tyre në Debresh, burri që akuzohet për vrasje ka qenë shumë rrallë, aq sa shumica e fshatarëve as nuk e njihnin. Për ngjarjen fillimisht raportuan mediat italiane, sipas të cilave në një fshat komunës Monte Roberto në provincën e Anconës, mëngjesin e dieshëm është gjetur e pajet 50 vjeçaria me origjinë nga Maqedonia e Veriut, Sajide Muslia. Trupi i saj u zbulua në banesën ku jetonte, e shtrirë në shtrat dhe me shenja të shumta dhune, duke lënë të kuptohet se gruaja është rrahur për vdekje. Alarmi në Itali u dha nga punëdhënësi i Sajides, pasi ajo nuk u paraqit në punë në ndërmarrjen ku punonte. Ai tentoi të kontaktonte disa herë dhe më pas njoftoi autoritetet. Policia gjatë hyrjes në banesë zbuluan trupin e viktimës në gjendje që ata e përshkruajnë si të rëndë, saqë mediat italiane e kanë cilësuar si femicid. I dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj, 50 vjeçari Nazif Muslia, i cili mëngjesin e dieshëm nuk u paraqit në punë dhe deri në këto momente rezulton i zhdukur. Andaj, autoritetet atje kanë zgjeruar kërkimet në të gjithë territorin e vendit, ndërkaq që në banesën e çiftit po kryhen të gjithë ekzaminimet e nevojshme që do të zbardhin detaje të reja që i kanë paraprirë vrasjes. Po ashtu, sipas mediave atje, në prill të këtij viti Nazif Muslia ishte arrestuar për keq trajtim ndaj bashkëshortes. Sipas raportimeve, gruaja kishte deklaruar se ishte përballur me dhunë të vazhdueshme. Megjithatë, pas një marrëveshje gjyqësore në Korrik, ai u lirua dhe çifti u bashkua sërish. Por si duket, mosmarrëveshjet në çift kanë vazhduar, por kësaj radhe me epilog fatal. Forcat e rendit po vazhdojnë kërkimet për lokalizim dhe arrestim të bashkëshortit të dyshuar, ndërsa hetimet pritet të zbardhin në vijim rrethanat e plota për mënyrën se si ka ndodhur vrasja. Tetova Sot ka dërguar pyetje edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme për një raport të detajuar për Nazif Musliajn dhe për masat që do të ndërmerren nëse ekziston dyshimi se i njëjti mund të gjendet brenda territorit të vendit tonë. Nga Gostivari për Tetova Sot, në Vriademi.